Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 17 deri më datën 23 nëntor të 2025-s. Duket se kemi një javë me ndikime dhe ndryshime të mëdha që vijnë nga çdo drejtim, e punës, e dashurisë, e mundësive dhe e këndëve që bëjmë planetet. Edhe pse kemi shumë planete në retrograd, kjo nuk do të thotë që kemi probleme ose kemi gjëra që nuk rregullohen. Kemi çështje që mund të zgjidhen direkt, kemi çështje që kanë bënë me anën më pozitive të që ndonjëherë në fushën e karrierës dhe të familjes apo pasurisë të paluajtshme. Lidhet shumë me çështjet e pasurisë së paluajtshme. Kemi probleme në pasuritë paluajtshme ose çështjet e kreditimeve të ndryshme bankare, trokasim, e shumë gjëra të tjera, është një moment mjaft i mirë dhe ndryshimet që kanë të bëjnë janë të dukshme. Por para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Mos harroni se ka filluar edhe agenda vjetore me parashikime për 365 ditë. Kjo do të thotë që juve duke dërguar datën e lindjes, orën e lindjes, vendin e lindjes dhe vendin ku jetoni dhe juve merrni gjithçka përgatitet dhe do të na dërgoni emailin tuaj sepse parashikimi për 365 ditë çdo ditë duke lexuar dhe nga agenda juve e merrni në email dhe nga emaili mund ta klikoni, ta shikoni edhe mund ta fotokopjoni ose gjithçka tjetër mund të bëni, por i merrni të detajuara çdo gjë që juve ju kërkohet si në punë, në dashuri, në ekonomi, në lidhje, në njohje, ditët e mira të martesës e kështu me radhë. Të gjitha këto bëjnë që juve e keni në dorë gjithçka për gjithë vitin 2026. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live, jemi drejt për së drejti, dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni, ndiqni hapat dhe më pas e dërgoni dhe mesazhin juve e merrni drejt për së drejti. Kemi dhe diçka tjetër për juve që jeni në kërkim për çështje të shpejta, ditore, momentale, javore, keni diçka që doni në moment, atëherë kemi membership. Membership është nëpërmjet YouTube-it. Duke klikuar në YouTube, Astrologu Jorgo Pulla tek faqja, atje mund të shikoni ku lexon diku membership. Aty janë vetëm për personat që janë të abonuar, për abonuesit të rinj dhe të vjetër, ku aty marrin videot e tyre, aty do marrin parashikimet që duke dërguar një mesazh ose voice për ta marrë në YouTube dhe për të dëgjuar parashikimet më përpara se bëhen parashikimet, më përpara se vjen parashikimi ditor, ose parashikimi javor, ose parashikimi mujor, e kështu me radhë. I keni të gjitha në detaje. Tani, para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave çfarë na pret mbi këndet planetare që ato bëjnë. Kemi datën 17 nëntor, ku dielli nga Akrepi formon një trekëndësh me Jupiterin në Gafore, e cili konsiderohet një kënd magjik për astrologjinë. Është këndi i fatit. Jupiteri zmadhon gjithçka në çështjet që lidhen me punën, lidhen me karrierën, lidhen me optimizmin e madh. Shohim pamje të ndryshme, është një kënd që mund të sjellë mundësi në jetën tona në disa fusha dhe për të zgjeruar horizontet tona. Duke pasur parasysh sigurisht Jupiteri është në retrograd, kështu që e mira që mund të jap është disi që mund të ketë një kufizim të vogël nga disa bisedime janë bërë, disa çështje problematike që mund keni pasur në të shkuarën dhe mund t'i ndrejshni në mënyrë më të mirë të mundshme, që kanë bëjnë shumë me shenjat e ujit, sepse dihet, e dini që Jupiteri është në Gafore, në një shenjë uji, dhe kështu do të thotë që vëmendje që të mbyllin çështjet e pambyllura, duke se ka të bëjnë me Gafore, Akrep, Peshk, të dhjediqet të tretë ose ata që kanë diellin ose ascendenten në këto shenja. Në të njëjtën ditë
dielli në Akrep formon një trekëndësh me Saturnin tek Peshqit, ku ne e dim shumë mirë sepse Saturni i universit na jep mundësinë dhe ndikimin që ka të bëjë momenti që juve keni për të zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm, ka të bëjë shumë me këndin më pozitiv për do të thotë marrje përgjegjësive dhe marrje vendime të rëndësishme në rënien dakord për një propozim ose fillim diçkaje afatgjat. Gjithashtu favorizon kontaktet, mbledhjet, ndryshimet, ndikimet pozitivisht, duket se janë të shenjës së Demit, Virgjeresha, Britsjapi, Gaforja, Akrepi, Peshqit, të lindur të dhjetëdhjetë të tretë, ose ata që kanë diellin në këto apo ascendente në këto shenja. Mbas dite kemi një ndikim ku Mërkuri në retrograd nga shigjetari që formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor, gjë që lehtëson çështjet e mëdha financiare dhe bën një analizë të thellë në fushën ekonomike financiare, në biznes dhe jo vetëm. Kjo do të thotë ka një ndikim shumë të mirë sepse një rrëfim mbi zbulimin e situatave sekrete dhe zbulimin e informacionit që na ishte fshehur në të kaluarën. Unë ua them, ju bëni si doje bardhë zemrës tuaja, kam thënë dhe them me të madhe çfarë do ndodhi në muajin nëntor, ju e shihni edhe vetë në muajin nëntor, çfarë dhe se ku do dhe sa do vazhdojnë. Kjo do të thotë zbulimi i këtyre situatave, këtyre çështjeve sekrete që ishim fshehur në të kaluarën, kjo favorizon shumë Dashin, Luanin, Shijetarin, Binjakët, Peshoren dhe Ujorin të dhjetëdhjetë të parë ose edhe të dhjetëdhjetë të tretë në fund të muajit. Në fund të 15-diqit, pra ndikohen shumë dhjetëdhjetë i parë, i dyti, i treti, por kjo i bie në 15-diqin e dhjetorit, pra 15, 16, 17 e kështu me radhë. Ka të bëjnë shumë gjithashtu dhe ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi gjithashtu datën 19, data 19 nëntor, ku Mërkuri shkon në retrograd në Akrep, një pozicion mjaft dinamik për planetin ton të informacionit, komunikimit, tregtisë, transanksioneve, edhe pse ujërat e Akrepit janë disi të turbullta. Mërkuri në këtë shenjë tregon mendjen depërtuese, që ka fuqinë të perceptojë dhe në të vërtetë gjërat e fshehura. Megjithatë në retrograd, ai mund të ketë ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet që lidhen me punën dhe karrierën, por gjithashtu Mërkuri do të mbetet në retrograd në këtë shenjë deri më datën 29 nëntor, ku do të kthehet në rrugtimin e duhur. Duke pasur parasysh mbas dite nga dreka nga ora 12 deri në orën 17:30, duket se në ditët ku ka të bëjnë shumë në lidhje me Mërkurin në retrograd nga Akrepi që formon një kënd me Uranin, një kënd që krijon disa çështje në lidhje me punën, por kjo nuk do të thotë që ka probleme ose ka diçka që nuk shkon. Por kujdesi kërkohet, sidomos në çështjet elektronike. Kjo do të thotë në lidhje me Demin, Luanin, Akrepët, Ujorin ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Gjithashtu nga dreka ka indikim shumë të mirë sepse lidhet shumë me çështjet e punës, lidhet shumë me disa bisedime, disa takime, udhëtime, ka bëjnë disa dokumenta që mund të realizohen, ka bëjnë shumë ndikimin që ka bëjnë Gaforet, Akrepi dhe Peshqit që mund të përfitojnë nga ky drejtim dhe është momenti i duhur mbi gjërat që rregullohen. Kemi datën 20 nëntor. Data 20 nëntor, miqtë e mi të dashur, kemi një aspekt shumë pozitiv hënor, ku kemi hënën e re të nëntorit. Formohet në shenjën e Akrepit duke na dhënë një mundësi, një ndikim dhe na fuqizon me optimizëm për gjithçka që na pret në të ardhmen. Një hënë e re pozitive për të vendosur qëllimet tona afatgjat, pasi formon trekëndësh me Jupiterin, Neptunin dhe Saturnin. Ky kënd është një kënd mjaft i rëndësishëm. Nga njëra anë, lidhja e Mërkurit në retrograd, e cila mund të vënojë disa rezultate, por janë shumë pozitive sepse kërkon drejtësi, kërkon mundësi dhe çështje të rëndësishme që kanë bënë në këtë aspekt. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe duket se vërtet është koha për të marrë vendime të rëndësishme sepse nga data 20 tutje gjërat do jenë shumë herë më ndryshe. Gjithashtu, ndikimet që kanë të bëjnë që është shumë pozitive në anën tuaj dhe kjo do të thotë që ndikon në shenjat fikse Demi, Luani, Akrepi, Ujorit e dhjetëdhjetë ose ata kanë ascendente apo planete në këto shenja. Në të njëjtën ditë, mbas orës 13, kemi Diellin dhe Mërkurin në retrograd që takohen në shenjën e Akrepit.
në një bashkëpunim fantastik që kanë bëjnë të gjitha shenjat, ndoshta duke i bërë disa çështje më të lehta që kanë pasur probleme, presupozojmë për shembull në lidhje me kadastrin, në lidhje me pasuritë paluajtshme, në lidhje me udhëtimet ose bisedimet, ose disa persone që mund të kenë pasur probleme të mëdha në ekonomi dhe në vendime të tjera. Por kjo do të thotë që janë në zgjidhje e sipër. Keni vetëm pak kujdes në disa transaksione, sot në çështje financiare, por në çështje të marrëdhënieve, sidoqoftë, është një kënd pozitiv që rishikohen çështjet e së shkuar dhe bën një lëvizje korrigjuese për diçka që kemi filluar më parë. Kjo është ajo që ka të bëjnë Mërkuri në retrograd dhe ndikimi që ka të bëjnë me diellin. Pra Mërkuri, që është planeti i bisedimeve, i ekonomisë dhe i studimeve të tjera që mund të kenë bëjnë. Por nuk ka se do bjen planetën në tokë ose do shpërthejnë gjëra që siç dëgjojmë rëndom nëpër internet apo rrjete sociale. Prandaj do pasur kujdes në këto gjëra se nuk ka gjëra të tilla. Duke pasur parasysh gjithashtu shenjat që kanë përfitime dhe mundësitë që kanë të korrigjojnë disa gabime nga e kaluara, ose kanë pasur probleme dokumentin e punës së tyre dhe një firmos e dokumenti gabimisht, mund të shkojnë të trokasit dhe mund të zgjidhin këtë problem. Kjo do thotë që nuk është diçka për të shqetësuar. Shenjat që duhet të rishikojnë në korrigjimet që bëhen, dhe shikoni edhe vetë, do kujtoni ose në kontrata ose gjërat që shikoni pak germat e imta, nuk ka të fundi botës se çfarë. Kjo ndikohet tek Demi, Luani, Akrepi, Ujori, Idhë Diçitret ose ata që kanë ascendente të mësipërme në këto shenja. Në të njëjtën ditë formohet gjashtkëndshi i Uranit nga Demi tani me Neptunin në shenjën e Peshqit, i cili mendime origjinale, ëndra dhe imagjinat që bëhen realitet. Dallimi është se 4 ndikime midis Uranit dhe binjakëve, Neptunit dhe Dashit, është një kënd i shkëlqyer për të bërë realitet ëndrat tona dhe gjërat nga më të vështirat janë dhe nga më të lehtat. Nuk ua them për të bërë qefin, nuk ua them se hajde se plotësoj minutazhin për të thënë që çfarë dhe se ku, por është diçka, këto që lexoj dhe ju them, është ndikimi i këndeve, se nuk është thjesht një letër që e ngrer përpjet edhe thua është dashje dhe kjo ka këtë, apo një kudiun se çfarë mund të flitet, por astrologjia të jep me fakte dhe unë i kam të faktuara dhe prandaj u them çfarë doni të bëni dhe keni kujdes në këto drejtime. Kemi datën 21. Data 21 nëntor, që ndodh ndikimi diell-uran, duke sjellë zhvillime të stuhishme në jetën tonë të përditshme, ngjarje të paparashikuara, ndryshime të papritura, mundësi dhe kohë të tjera që do kemi në nivel global gjënë neve, por kjo do të thotë që e mira me të keqen janë në luftë, po gjithmonë fiton e mira. Mund mos ta pëlqejnë disa gjëra që neve jemi mësuar ndryshe, por motoja është që e dua ndryshimin, por me parametrat e mia. Dua të ren me gjëra që unë di dhe vlerësoj. Disa çështje janë, por për disa çështje do jetë pak vështirë, sepse rehatia nga ndonjëherë prisht edhe disa ekuilibra. Por për njerëzit që janë punëtorë, për njerëzit që punojnë, për njerëzit që çaftojnë, për njerëzit që lëvizin, nuk ka asnjë problem. Përkundrazi, gjërat janë mjaft pozitive në këtë aspekt. Kemi një ndikim shumë mirë, sepse trekëndshi me diellin që formohet në Akrep me Neptunin në Peshq, një ditë që favorizon shumë gjëra pozitive dhe mundësi në anën ekonomike dhe disa udhëtime që kanë bënë gaforret Akrepët dhe Peshqit, që kjo ka të bënë shumë me ngjarjet ekonomike financiare, disa zgjidhje problematike që keni pasur më përpara, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Kemi datën 22 nëntor, ku dielli në udhëtimin e tij të vazhdimësisë në shenjën e Shijetarit, ku në udhëtimin e përjetshëm që do të thotë mundësi, shenjë optimizmi dhe në udhëtime duke na dhënë mundësinë që neve të zgjidhim çdo lloj problemi që neve kemi, çdo lloj çështje që neve na intereson. Në të njëjtën ditë ku formohet trekëndshi në retrograd i Mërkurit nga Akrepi dhe Saturni tek Peshqit, i cili na ndihmon të jemi më të organizuar, të zgjidhim punët tona dhe me lehtësi duke na ndihmuar në një nivel profesional dhe marrëveshje bashkëpunime. Favorizohen shumë gaforët, Akrepët, Peshqit, Bricapët, Virgjeresha dhe Demët të 10-18, ose ata që kanë ascendente në këto shenja.
kemi datën 23. Data 23 nëntor, ku kemi një gjashkëndër që formohet midis diellit në shigjetar dhe plutonit në ujor, një aspekt veçanërisht intensiv dhe i fuqishëm që mund të sjellë vendosmëri, efikasitet, ndryshime, vendime, mundësi dhe shumë gjëra të tjera. Shumë pozitivisht ndikohen në këtë ditën e fundit të kësaj jave shigjetarët Dashi, Luani, Binjakët, Peshorja, Ujori që kanë lidhur në fillim të shenjës më sipërme dhe prekën më shumë që ata që kanë në lidhje me disa çështje që do të pasur pak vëmendjen në punë dhe në karrierë. Kurse mbas orës 16, po këtë ditë që formohet trekëndshi i Mërkurit me lëvizje me retrograd nga Akrepi dhe të Jupiterit në Kafori, një trekëndësh i mrekullueshëm që favorizon komunikimet, lajmet të këndshme, tregti, studime për juve që jeni studioni jashtë, ka diçka shumë të madhe, transaksione, blerje dhe shitje intervista, udhëtime, sigurisht duhet të merrni konsiderat në kursin retrograd të dy planeteve të rëndësishëm, por na sjellin disa të mira sepse nuk na lejojnë të bëjmë gabime. Kryesisht pozitivisht, do thot Gafore, Akrep, Pesh të datëlindjeve të dhjetëdiqit të tretë, ose të që kanë ascendente në këto shenja. Tani, fillojmë me shenjat me radhë, do fillojmë me shenjën e ndikimeve e çështjeve madhore dhe shumë pozitive, që do fillojmë me shenjën e mundësive, që do thot shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se ka diçka shumë të madhe, një mundësi shumë të mirë sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimet, lidhet me vendime dhe juve e keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në çështjet që kanë të bëjnë me financat, kanë të bëjnë me gjëra të mëdha që do të thotë vendime dhe mundësi të arta që do të keni. Por gjithashtu ka të bëjnë me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizimin, lidhen me ndryshime mjaft të mëdha, pa çka se mund keni pasur probleme ose gjëra të kësaj natyre, por kjo nuk ju prish punë, por ju ndreq punë në anën tuaj. Dhe diçka e dytë që lidhet shumë me udhëtime dhe disa transaksione që mund bëjnë, është momenti më mirë i mundshëm për të stabilizuar atë. Kurse diçka e tretë, në fushën e dashurisë, është një mundësi shumë e artë, sidomos në mesin e javës, ku do të jepet mundësi për të zgjidhur shumë çështje problematike dhe gjërat janë më favorite në anën tuaj dhe konkretisht është mundësia që sidomos fillim java ka shumë për të dhënë dhe pak për t'ju thënë, sepse është momenti dhe koha e duhur mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që mund keni, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat e juaja. Në çështjet që kanë të bëjnë me një udhëtim, këtu është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me udhëtime, sepse ka të bëjnë me vazhdimsinë, jeni më shumë korrekt në anën e punës suaj, më shumë të ndikuar në bisedime, por meqense ndikimi planetar në retrograd na ndihmon për të mbyllur çështjet e së shkuarës. Disa probleme që keni pasur në fushën e dashurisë, kjo nuk do të thotë që është problem, por është e zgjidhshme dhe këtu është dhe momenti, koha e duhur mbi çështjet madhore dhe stabilizuese. Jeni shumë konkret në anën ekonomike financiare, jeni shumë të ndikuar tani e tutje, ku gjërat do jenë në favorin tuaj, edhe pse me disa probleme të vogla, por kjo nuk ju ndalon për të thënë po një dashuri të munguar, sidomos lidhjet afatgjat, siç ka të bëjnë me bricap të dhjetëdiqit të parë, me dem të dhjetëdiqit të tretë. Me dem sidomos është një moment mjaft i mirë se lidhjet që bëhen ose koha që ndikoheni direkt në këtë çështje është një mundësi shumë e mirë e artë në anën tuaj, e artë në atë çka juve lidhni direkt me punën, e lidhni direkt me anën e biznesit dhe kështu që kjo do të thotë në vazhdimsi ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive. Një kujdes që do të bëni për juve që keni të bëni me çështjet ekonomike financiare më tepër, por kjo është momenti dhe koha më e mirë e mundshme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa çështje shumë ndryshime të mëdha që do të keni dhe kjo është momenti më pozitiv, më ideal në gjërat që doni të keni. Prandaj mos u shqetësoni fare në lidhje me punën, në lidhje me takime, në lidhje me vendime që mund të merrni dhe kështu që
kjo është një moment më i mirë i mundshëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me disa bisedime të rëndësishme që do të keni, mirë është i bëni në fundjavë, sepse edhe koha ka treguar që në vazhdimsi i keni edhe kohën tuaj, keni edhe momentin dhe gjërat të tjera që do të shikoni në vazhdim. Prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse shqetësimet nuk ka vend, jo vetëm se që mos u shqetësoni, por gjërat të jenë në anën tuaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje. Prandaj bini pas gjërave, sepse koha ka treguar që jeni me fat dhe i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur këto çështje. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me mjaft reputacion dhe mjaft e nderuar me çështjet e punës, me karrierën dhe me vazhdimsinë, që kjo do thotë shenja e demit. Dem të dashur, nëse juve keni mundësinë ose kohën e duhur mbi realizimin e një plani shumë vjeçar, një plan që keni pasur në veten tuaj, në memorien tuaj, dhe kjo vjen si rezultat i çështjeve të mëdha, sepse ja keni bërë rizmetin gjithçka në fushën e punës, sidomos 10 ditë që i parë i shenjës së demit i ka të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, edhe pse një lajm shumë të mirë, një gëzim shumë të madh të keni në familje, gjithashtu ka të bëjnë për sa i përket një çështje pune, ndryshim pune. Kjo është në favorin tuaj sepse nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por në anën tjetër duhet kemi kujdes të gjitha shenjat, duhet kemi kujdes të vëmendje për planetet që janë retrograd dhe nëse neve duan të t'i përshpejtojmë gjërat, atëherë edhe mos ishin në retrograd do gabojmë. Më mirë pak e saktë i shumë i përlum. Në rastin konkret të shenjës së demit të 10 ditë të parë e ka një mundësi të tillë që mund ta zgjidhin problemin e tyre, mund zgjidhin gjërat e tyre dhe kjo është një farë mënyre koha dhe periudha që ndodhin fenomenet dhe kështu që unë do thosha që tani për tani është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive dhe jo problematike. Mbi çështjet që kanë të bëjnë të 10 ditë të dytë, që do lidhen me kontrata pune ose mbaron kontrata, nuk i pëlqen ajo punë, do të bëjnë diçka tjetër, është momenti dhe koha e duhur dhe kjo do thotë që po është një mundësi shumë e mirë tani dhe lidhjet që bëhen ose ndryshimet që juve keni është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur gjërat e juaja, por gjithsesi është një kohë që i keni të gjitha në dorë juve për gjërat ekonomike, për çështjet e financave, për 10 ditë që tretë me bashkim familjar që ka të bëjnë me akrep, edhe një dokument që mund ta merrni për juve që ndodheni në Francë ose në vende të tjera europiane, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështjet problematike. Gjithashtu, duket se me peshk të 10 ditë të dytë, me akrep të 10 ditë të tretë, me akrep sidomos është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që nuk ka lidhje me dyshimet ose me ndryshimet, por ka lidhje me anën e pozitivitetit dhe mundësive të arta ekonomiko-financiare dhe çështjet të rëndësishme që do të keni tani e tutje. Të 30 ditë të shenjës së demit, duket se me pak kujdes dhe vëmendje këtë javë do t'ja dilni me sukses në çështjet e juaja, edhe pse një problem që keni pasur në punën tuaj, ndash në rolin drejtues, ndash keni një biznes dhe nuk po ju ecën për një arsye për tjetër, mund të ndryshoni artikull ose diçka të kësaj natyre, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Shenjat e tokës zakonisht që merren me çështjet ekonomike, me change, me tregti, me menaxhim biznesi, janë 4 gjëra kryesore, janë 4 kolona kryesore që ju mbajnë në atë çka juve doni të bëni dhe mundësitë e arta që juve keni. Edhe është momenti më i mirë i mundshëm që juve ta zgjidhni një problem të tillë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një ndarje që ka pasur shenja e demit, ka pasur një ndarje me virgjëresht të 10 ditë të dytë ose me brisjap të 10 ditë të parë, duket se e zgjidhin pikërisht tani, edhe pse kanë qenë zënë ka kalimtare, jo diçka që të ngelet, por gjithsesi më tepër ka të bëjnë me thasha theme llafologji jo të duhurën, por gjithsesi është një moment tani, është një moment që mund t'i zgjidhni gjërat siç doni juve dhe siç dëshironi, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe mundësitë janë të mira për të rregulluar, për të stabilizuar gjërat që juve keni, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por në njëra anë mund të gëzoni gjërave të mëdha që mund të keni dhe momenti më i artë që është në anën tuaj. Meqense
një çështje e lënë pezull nga disa biseda që keni bërë dikur, do të thotë që tani është momenti për të zgjidhur çështje problematike, për të arritur atij qëllimi që juve keni vënë vetes, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, po për të gëzuar. Edhe pse të palidhurit që janë në kërkim të një lidhje të sigurt, atëherë demi ka të bëjë shumë me gaforen e dedicit të parë, që është një mundësi shumë e mirë, ka të bëjë shumë me një shigjetar të dedicit të dytë, ku gjërat janë në keni në dorë juve dhe momenti është i juaj, kështu që kjo ngjelet për të parë dhe në vazhdimsi në kohën e duhur, dhe është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku gjërat janë në fakt dilema fshihet, shuhet nga mendja, që do thotë binjakët. Po çfarë dileme është, më Jorgo, do më thoni juve që mundet neve që të dimë dhe diçka më tepër rreth kësaj dileme. Po, është një punë që shumë fjalë ju kanë thënë për atë punë që doni të merrni, ose ta merrni përsipër, si përmarrës në këtë drejtim. Unë do t'ju thosha që po, është momenti i duhur, po është koha që juve keni dhe mundësi që ju jepen, është një moment mjaft i mirë në ndryshimet dhe gjërat që do merrni vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Është një moment mjaft pozitiv, sepse është shumë e rëndësishme periudha kur ndodhin fenomenet, është shumë e rëndësishme lidhje me punën dhe karrierën tuaj, karrierën sidomos, por dhe vendimet, veprimet që juve keni, i keni të gjitha në dorë, dhe kjo do të thotë që juve të shihni se binjakëve, edhe pse gjërat janë nuk janë në kontradikt me atë tuajën, por janë lidhje me një çështje ndryshimi, meqense do të kemi ndryshime pune ose çështjet që kanë të bëjnë me gjëra të ndryshimeve të mëdha, por gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër ideale, sepse korrektësia, mundësia, ana pozitive, vendime që merren në një farë mënyre për juve, por mundohuni që t'jeni pak të vendosur në çështjet ekonomike financiare, mos ndryshoni në mendimet e para, sepse binjakët jo se kanë probleme ose kanë gjëra që presupozojmë që dini një çështje me hile, që është bërë një hile tek juve, por kjo nuk do të thotë se është vërtet çështje hileje, por është çështje takimesh, është çështje vendimesh, çështje bisedimesh, dhe është një moment mjaft i mirë. Në çështjet që lidhen me anën tjetër të pozicionit të planeteve, por ka dhe kohën tjetër që do të thotë ekonomi dhe stabilizim, por mundësit janë të mëdha dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, ka diçka që vërtet është koha juaj, vërtet është momenti juaj, ku një udhëtim që do bëhet e udhëtim për të sqaruar disa gjëra në fushën e biznesit tuaj. Kjo lidhet ose ka të bëjnë me Gjermaninë dhe një shtet tjetër që doni të rregulloni gjërat. Është e mundur kjo të ndodhi, po është mëse e mundur dhe është dhe koha që gjërat të ndikohen në favor dhe jo disfavor, sepse ka çështje nga më të ndryshmet ose gjëra që mundet që të rregullohen, mundet që të realizohen, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar kjo, por për të gëzuar në anën tuaj dhe pozicionin e planetave. Në çështje që lidhen me një fejesë e papritur mund të ndodhi për juve të shenjës së binjakëve, dhe kjo mund të ndodhi me peshk të dedicit të dytë, ose keni pasur debate dhe jeni pak në pauzë, keni lënë pak sipas dore, por unë do thosha që kjo nuk ju prish punë për një mijë arsye të ekonomisë suaj dhe të gjërave të ndryshme që mund të keni, por gjithashtu është momenti dhe koha e duhur për të marrjen e vendimit të rëndësishëm në anën e financave, në biznesin tuaj dhe në gjërat që do të ndikohen tani e tutje. Megjithatë, një ndryshim që do të keni me një udhëtim të rëndësishëm mund ta bëni, sepse edhe me punën, por dhe karrierën, por do merrni dhe i lajm shumë të mirë nga një dokument që do të merrni për bashkëshorten ose bashkëshortin tuaj, ku e prisni diçka që janë jashtë Shqipërisë në diasporë, dhe mund të keni mundësinë e artë për të stabilizuar dhe për të ecur përpara në jetën tuaj, sepse duken gjërat mjaft mirë, mjaft pozitive, dhe kështu që është një moment mjaft pozitiv, prandaj mos mu shqetësoni për gjëra të vogla, shqetësoni për gjëra që nuk kanë zgjidhje, por jo ata që kanë zgjidhje. Kjo ka zgjidhje, do garantoj 100% Jorgo, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku jepen shumë mundësira, por dhe karriera që është në anën tuaj, që do thotë shenja e gafores.
Për sa përket shenjës së gaforeve, me kjo se gaforet të duket se kanë të bëjnë me disa gjëra që duhet t'i zgjidhni, dhe ditë që parë i shenjës së gafores është mjaft si do ta rendisnim neve gaforen për shembull për këtë javë ose çfarë mund të bëte për gafore. Gaforia ka dy gjëra kryesore që e zgjidh duan të tjerët, ka të bëjnë me ekonominë dhe familjen. Lidhje marrim të fundit me familjen. Po çfarë? Dhe ditë që parë. Dhe ditë që parë do të thotë që përpara është familja, pastaj janë shparaja, pastaj janë gjërat e tjera. Vërtet, po, është e dukshme, por çfarë mundet që t'i rregulloni? Ajo që do duket në pamje të parë është diçka mjaft pozitive në lidhje me anën e financave, sepse do zgjidhni disa probleme madhore dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime, por dhe bisedime. Megjithatë, unë do t'ju thosha që 10 ditë që parë lëreni mos i merrni gjitha përsipër këto gjëra, shikojni pak anën ekonomike financiare, sepse këtu çalon pak problemi, jo për fajin tuaj, por për fajin e të tretëve. 10 ditë që i dytë ka shumë gjëra në mendje, por në mendje është logjike sepse mendon shumë për të rregulluar, për të stabilizuar në ekonomi dhe në vazhdimsi. Meqense juve i keni të gjitha mundësitë dhe koha që është, nuk e diskutoj, gjërat që janë më të mira të mundshme dhe ka të bëjnë me disa vendime që janë shumë të rëndësishme për anën tuaj dhe për karrierën, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku gjërat do jenë ndryshe nga që mendoni, do jenë ndryshe nga që juve keni, por mos mu shqetësoni për gjërat vogla. Gjërat vogla çfarë? Gjërat vogla janë ato që neve mund të themi që pse bëhet i diçka që pa dijen intime, për shembull, presupozojmë gaforja, ose është në rol drejtues dhe një nënpunës, një punonjës mund të bëjë disa gjëra pak më tepër. Keni në kujdes këtë sepse nuk është kaq e vështirë ose të ta themi ne po thënë që se po e bëri gjatë tillë mund ta lënë në hije. Jo, janë gjëra që do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, në fushën e punës, karrierës, ndryshime që do t'i keni në fushën e karrierës, rritje rroge është e mundur të ndodhi sepse është një ndikim mjaft i mirë, tepër pozitiv, se ju se jeni ka atë të pozitivitetit tuaj, ka të gjërave të tuaja dhe momenteve që keni. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, është real në ekonomi, real në vazhdimsi. Prandaj mos mu shqetësoni sepse janë shumë gjëra që do të shikoni dhe vetë të ndryshojnë rrugtim, mundësi të artë dhe kohën e duhur në stabilizime. Në çështjet që lidhen me dhjetëdijën e dytë dhe të tretë, ku ka një mundësi të artë tani e tutje, sepse është një mundësi shumë e mirë i dyti dhe i treti, ku do të thotë që në punë do kenë stabilizim konkret, edhe pse e prisni një lajm shumë mirë në një person i rëndësishëm dhe është koha juaj për të stabilizuar. Kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore të 30 ditësh, duket se ka një ecuri shumë të mirë me shenjën e dashit të dhjetëdijit të parë, me luanin të dhjetëdijit të tretë, por ajo që do duket dhe është mjaft e rëndësishme për familje dhe në lidhje me e keni ndarë mendjen, ku i themi ne, është me peshore të dhjetëdijit të tretë, ku është dhe momenti i duhur për zgjidhur çështjet problematike dhe gjëra të mëdha do t'i keni në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek shenjë zjarri, kjo do të thotë shenja e luanëve. Përsa përket juve të kësaj shenje, ka të bëjnë shumë me një marrje vendimi të rëndësishëm për luanët, sepse luanët gjithmonë duket se për çka kanë ose çfarë duan të përçojnë, ka një të drejtë madhe. Kjo e drejtë do të thotë që duhet të bëj gjithçka, por sa unë kam mundësinë. Mundësitë i kete të gjitha. Sidomos është shumë i favorizuar luani i dhjetëdijit të tretë, ku do zgjidhni një problem, një ngërç që keni pasur para disa kohëve. Dhe kjo është një moment shumë i mirë për juve sepse edhe me kohën dhe me kalimin e gjërave dhe periudhës ku ndodhin fenomenet, është momenti më i artë dhe më i miri i qenë ndonjëherë. Megjithatë, është një ndikim për juve që keni të bëni për studime ose keni të bëni diçka
që mund të lidhet me punën, mund të lidhet me karrierën dhe me gjëra të tjera, por rastësisht dhe në lidhje me vazhdimsinë që ju e keni edhe koha që të ka treguar jeni me shumë fat në këtë anë, është një pozicion shumë pozitiv ekonomiko-financiar, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën dhe biznesin tuaj, kështu që kjo nuk ka vend për të shqetësuar, sepse me kalimin e kohës dhe gjërave që do të ndodhin, momente që do të keni, periudha kur ndodhin fenomenet, i keni të gjitha në dorë juve dhe kjo do të thotë që luanët janë në anën më të mirë të që ndonjëherë, sido që të vinë gjëra, ngado që të kthesh, është puna që juve jeni me fat dhe kjo do të thotë që do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj dhe është në të mirën tuaj, sepse duket edhe puna që juve keni, jo se ka të bëjnë me çështje problematike ose me çështje të tjera që do t'i keni gradualisht, por meqenëse se tani për tani është koha juaj dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë në ekonomi. Megjithatë, edhe pse tani për tani janë disa çështje që mund lidhen me ekonominë tuaj dhe me gjëra të tjera, por unë do t'ju thosha që do prisni pak, mos mu mërzisni, sepse janë në rregullime sipër në disa çështje madhore financiare, disa biseda që do të bëhen, janë biseda rutinë, në fundit juve dini shumë mirë dhe në lidhje me punën nuk keni pse të shqetësoheni, sepse puna është ajo që është baza juaj, është çështjet e financave dhe të drejtimit të punës së karrierës suaj dhe momentet që juve keni. Në çështje që lidhen me dashurinë e munguar, kjo bën që me kalimin e kohës, jo për fajin tuaj si luan që jeni, po për fajin e të tretëve, keni pasur një ndarje me ujor të dhjeticit të tretë, por mos dëgjoni dynjan, sepse vetëm për t'ju prishur punë, jo për t'u ndërhequr punë. Unë ma them, ju bëni si doja e bardhëzimës tuaj, por ka vend për t'u rregulluar, ka vend për të stabilizuar gjërat, por gjërat e largëta nga ndonjëherë, sepse ju ndodhin për shembull në Amerikë, tjetër është në Shqipëri, që të bëhet bashkimi është një çështje dokumentacioni për bashkim familjar me ujor, po është shumë e mbar dhe është e realizueshme. Kurse lidhja që bëhet me akrep, bëhet dhe me dem të dhjeticit të dytë, është një periudhë shumë e mirë sepse nga njëra anë përfitoni nga në punës së gjërave të tjera, nga ana tjetër mund keni një ngërç që prisni për të bërë diçka me të dashur, një bisedë që keni marrë nga dikush, përveç se me personin që keni përballë miqtë mi të dashur, mos prishni, sepse për ata që e bëjnë këtë gjë, ata prishin një xhami, prishin një kish, prishin një kult, ku diun, janë çikër Zotit i mishtuesi shumë nga këto gjëra, edhe mund t'i bëjnë këtë çështje, por nuk ka lidhje. Prandaj shikoni njeriu që keni përballë, zgjidhni ju me njëri tjetrin, se sa më pak ta dinë problemin tuaj dhe sa më pak të ekspozoni, aq më të lumtur do jeni, të mbesoni, dhe kjo them me bindje të plot, me 1.000.000%, me firmë, me vull Jorgo Pulla. Gjërat e tjera do të ndikohen dhe do të jenë në favorin tuaj dhe jo në favorin e të tretëve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ekskluzive dhe e mundësive të mëdha që ka të bëjnë, kjo do të thotë shenja e virgjëreshës. Çfarë ndodh me virgjëreshën? Dhe ku përputhen ndryshimet, vendimet, mundësit apo çështjet e tjera. Meqense virgjëreshat kanë një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, por gjërat që do të ndikojnë tani e tutje janë në favorin tuaj, edhe pse duken të vështira, por juve keni mundësinë që të nisni gjërat siç doni juve. Dhe kjo do të thotë që është momenti, është koha, është periudha dhe periudhat nga ndonjëherë na japin mundësinë, se ju vetë se virgjeshës jeni për çështjet e punës njëherë, jeni aja dhe zheja. Kërkoni një rritje rroge, me të drejtën tuaj e keni, por kjo do të thotë që sa unë e kam mundësinë që dalë fituar në atë që kërkoj. 1.000.000% ma them unë. Sepse kjo do të thotë megjithse ka edhe një kuptim të çështjeve të jetës, sepse duke pasur parasysh dhe ndryshimet ose gjërat të mëdha financiare, gjërat të mëdha ekonomike, pozitiviteti dhe koha e duhur që do të keni në anën e ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, por ka një kuptim, po, është një kuptim mjaft i mirë, sepse do thotë që kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problematikën tuaj, për të zgjidhur gjërat e juaja, sepse është kjo periudhë mjaft pozitive dhe mund ta them me bindje plot që juve i keni të gjitha mundësitë
për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Edhe pse është vështirë, por kjo do të thotë që juve e keni momentin e dur, keni gjëra që vërtet tani për tani mund të mos jetë ajo që e prisni me padurim në çështjet e punës suaj, por unë do thosha që virgjëreshat duhet të shikojnë gjërat e imta, sepse të tjerët mund të flasin çfarë të duan dhe si ta kenë qefin e tyre, por juve shikoni drejtimin tuaj. Megjithatë, për juve që jeni sipërmarrës në një punë shumë të rëndësishme edhe pa mundësi ta merrni atë punë për një arsye apo për tjetër, ku di unë, gjëra që kësaj natyre, por jo problematike. U thot Jorgo me shpirt sepse nuk ka çështje problematike këtu, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që doni të bëni. Dhe momenti që është dhe koha që juve keni, është edhe një mundësi mjaft e mirë në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve të kohës dhe të gjërave të duhura që juve keni në ekonomi, juve keni në punën tuaj, sepse puna është ajo që ju ngren shumë lart në ekonomi, ju ngren shumë lart në çështjet që do të keni dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal punës suaj, fal karrierës suaj, fal atyre gjërave që juve i prisni me padurim dhe koha tregoi që i keni mundësitë dhe anën më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse çështjet ekonomike financiare, biznesi që juve keni, është një moment mjaft i mirë. Është solid, edhe pse me përgjegjësinë që keni juve, me çështjet që juve keni, por kjo periudhë është një periudhë që fati do që juve t'i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin, i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj dhe është një kohë e artë për juve dhe moment mjaft favorit. Në çështjet e lidhje me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të 10 diqit parë, me ujor të 10 diqit që është perfektja, por mos harrojmë se me peshk është vetë jeta dhe një gëzim shumë i madh familjar, bashkim familjar do ta keni me shenjën e dashit të 10 diqit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, një shenjë me pozicione të mira, me kënde pozitive dhe me lajme fantastike. Kjo do të thotë peshorja. Përsa përket peshoreve duket se tani për tani rastësia bën çuditëra. Po pse? Bën sepse ka një çështje që e lën në pezull në lidhje me ekonominë, për pasur disa gjëra që ka dhe vendime që mund të merren dhe lidhje që kanë të bëjnë me çështjet e financave, se lidhet shumë me financat, por kjo nuk do të thotë se është një ndryshim apo një takim, sepse në takimet që mund keni ju, kjo vërehet sepse keni shumë shanse në pozicionimin e planeteve dhe në gjërave që kanë të bëjnë në anën e ekonomisë, por gjithashtu është edhe periudha kur juve do të rregulloni, do të stabilizoni punën. Peshoret gjithmonë janë një hapara çfarë ndodh. Elektronik të shkëlqyer në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me menaxhim biznesi. Është një kohë shumë e mirë dhe unë do t'ju thosha miqtë mi të kësaj shenje që nëse doni të nisni diçka, niseni edhe pse me vështirësi që mund keni, por fundjava ju sjell mjaft shanse pozitive në ekonomi dhe në stabilizime që do të keni, sepse ndryshimet që kanë bëjnë, mundësitë që do t'ju jepen, është periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive në karrierën tuaj. Diçka ndodh në vazhdimsi të punës suaj dhe sepse karriera është ajo që do të shikoni dhe vetë mbi takimet që do të bëni ose çështjet, ndryshimet paralele, jeni në një punë dhe do bëni diçka tjetër dhe kjo do t'ju ndihmojë shumë në fushën e ekonomisë, të stabilizimit ekonomik, prandaj do t'ju thosha që është një mundësi shumë e mirë e artë në anën tuaj dhe momente që do të keni pastaj në vazhdimsi të karrierës suaj, por koha tregon që të 3-10 ditësh të shenjës së peshoreve është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, jeni stabilizues, jeni në anën tuaj, dini shumë çfarë bëni. Koha është fantastike në këtë aspekt, por megjithatë, unë do t'ju thosha që nëse keni mundësinë, miqtë mi, të kësaj shenje, në lidhje me një problem që keni pasur këto 3 ditë,
traditët e para që kanë kaluar, ka qenë premtja e kaluar, e njëjta premtja nëse në mos gaboj të së shkuarës, keni pasur disa probleme në lidhje me komunikimin, por kjo varet se sa juve jeni të gatshëm të përgjigjeni kërkesave dhe problemeve që kanë ndodhur. Unë do thosha po, e keni, sepse nuk është diçka që ngelet ose diçka që ka ndodhur dhe rëndomt ka një gjë që nuk shkon. Nuk mund të lidhet kështu, por kjo është diçka që duhet të zgjidhur një pjesë e jetës, sepse ka të bëjnë shumë disa gjëra mund të mos shkojnë siç duhet, por mirë është që ta zgjidhim këtë problem, mos ta mbajmë të fshehur se është më keq akoma. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar e keni me luante dhe diçit të dytë dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive në aspektin e dashurisë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku shumë gjëra nisin, por a shkojnë deri në fund? Kjo është çështja që pse mos shkojnë? Akrepi. Akrep të dashur, kjo kohë është një periudhë që ju mëson që juve të nisni gjëra të reja, të nisni gjëra që vërtet janë për juve dhe punojnë me juve. Në lidhje me punën, 10 ditë që parë ka qenë shumë indikuar në lidhje me punën aktuale, por tani mendon që është në të mirën e vetë, sepse ka fituar imunitetin e vetë, ka fituar atë që vërtet e ka në dorën e vetë, vërtet e ka në mundësinë dhe kohën e duhur në çështjet ekonomike financiare dhe është një moment shumë i mirë stabilizues në këtë drejtim dhe koha ka treguar që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet me suksesin, me punën, me mundësinë që ju jepet, por edhe kohën që tregon për sa i përket çështjeve, sepse tani është momenti edhe është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket disa vendimeve të rëndësishme që do të merrni akrep të dashur, mund t'i merrni edhe pse juve keni gurin dhe arrën dorë, vendin për ta thyer e gjeni se zban, sepse është një kohë shumë e mirë, është një kohë që i përshtatet të ardhmes, një kohë që keni çdo gjë në dorë juve, është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme. Të gjitha këto përbëjnë një puzzle të gjitha gjërave dhe të konkretizimit të çështjeve të tuaj, sidomos ekonomia, sidomos vazhdimësia, sidomos një takim mjaft frutdhënës, që do të thotë lëvizjet që do bëhen, për shembull, presupozohet, sepse kjo periudhë ka atë kohën e vet, ka momentin e vet në lidhjen e karrierës suaj, por gjithashtu 10 diçi i tretë dhe 10 diçi i parë ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me një punë shumë të rëndësishme ose bashkim firmash mund të jetë kjo, sepse akrepët kanë gjithçka në dorë për ta realizuar dhe për të monitoruar çdo gjë që ata bëjnë, kur është një kohë shumë e mirë. Prandaj bini pas, miqtë mi të dashur, mos ma lini pas dore, sepse është diçka shumë e mirë. Va them me bidjet plot këtë, ku gjërat të jenë mjaft mirë në ekonomi dhe në stabilizime, por sakrifica është e madhe dhe thoni që keni një punë tani, për supozojmë që nëse doni ta vazhdoni apo keni frikë sepse kontrata nuk plotson kërkesat e tuaja, por unë të them si akrep që jeni juve, mundësit i keni për të biseduar me personin më lartë se sa me keni biseduar me persona të ndryshëm, se do vinë momenti për ta zgjidhur një problem të tillë, do vinë momenti që koha dhe periudha është tepër ideale, favorite, mundësi, karriere, ndryshime momentale që juve i keni dhe kjo është ajo që juve ju përcakton atë që keni, ju përcakton atë që jeni dhe është edhe momenti më i mirë dhe i duhuri në lidhje me anën ekonomike, i duhuri në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me stabilizimin dhe financët që juve keni, sepse është dhe një periudhë tepër pozitive dhe tepër korrekte në punën tuaj, korrekte në atë që doni të bëni dhe të stabilizoni në anën tuaj. Mbi çështjet që kanë të bëjnë, sepse janë disa çështje paka shumë ndryshe nga që mendojmë, është një çështje shumë e vështirë që është dashuria. Dashuria është e pafajshme. Dashuria nuk nje ngjyrë, nuk nje asgjë nga këto, njeh shpirtin dhe njeh energjinë e lirë, energjinë pozitive. Meqense kemi shumë gjëra që na e prish bukurinë, na i prish atë mendimet, janë disa që e kërkojnë diçka tillë, sepse duke ditur të dhënat e juaja, duke ditur sepse juve i keni dhënë shumë të dhëna x e epsilonit, ditur mirë se ai mund t'ju japi diçka që nuk e pret mendja juve, që do thot një negativitet,
sepse do që tjetë më mirë se juve, do ishte mirë që mos u ekspozoni në gjëra të rëndësishme, sepse janë për juve, sepse dashuria është si vesa, derisa para se të bjerë dielli është diçka shumë e mirë dhe e butë, e pastër si kristali, me të rënë dielli avullon dhe përfundon, kthehet në ajër, prandaj duhet pasur shumë kujdes. Kini kujdes në këtë aspekt, kini kujdes në këtë drejtim, sepse jo gjërat mund të besoni çdo kënd që flisni apo në anën tjetër. Mirë është që të devijoni disi nëse ju pyesin për shembull për gjëra të rëndësishme, mund të qenë ndoshta është kështu që thua ti ose sepse nuk mund të pajtohesh me biseda që mund bëj dikushi, se ai kërkon informacion dhe kërkimi i informacionit të këtij ndikimi është problematik. Prandaj keni kujdes, sidomos lidhjet kryesore që janë me peshk dhe me gafore janë më të ndikuara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku reputacioni, mundësia, gëzimi dhe dashuria janë bashkë, që është shigjetari. Shigjetarët duket se janë mjaft të dhënë mbas punëve të tyre, mbas ekonomisë, mbas stabilizimeve, mundohen që të jenë në koherent me gjëra të mëdha, financat, me ndryshime të mëdha që do të kenë tani e tutje. Këto janë ndryshime që vërtet është momenti, vërtet është koha e duhur për sa i përket zgjidhjeve, për sa i përket çështjeve të rëndësishme financiare, flas gjithmonë, dhe kjo është një mundësi e mirë e artë në ndikime dhe në vendime që juve do të merrni. Megjithatë, është dhe koha shumë pozitive, është një kohë që duket në ndryshime dhe në anën e vendimeve të mëdha që do të keni, janë momentet mjaft të mira dhe të mbara. Në çështjet që lidhen me anën e punës suaj, lidhen me disa takime, po këto janë takime rutinë, do thosha unë, por mos u mërzisni, sepse më mërzisni shumë juve, edhe nuk është ajo çka do të prisni, për shembull që gjërat të jenë ku duhet, ose momente që do të keni, ose periudha kur ndodhin fenomenet, dije se dashuria, puna, karriera, ekonomia, por duhet të dini shumë mirë të vjen për shembull një dorë parash ose i diçka që jeni me punën tuaj, mbyllni çështjet më të rëndësishme, çështjet që djegin, çështjet që kanë të bëjnë me tani për tani. Nuk është problemi, sepse çdo gjë ka zgjidhjen e vet. Çdo problem ka zgjidhjen e vet. Nuk është sepse të më shqetësoheni për gjëra rutinë, sepse juve të shqyrtarit jeni pak delikatë në mendimet ose mund të mendime dhe e mbluani në mendje dhe thoni si, ku, çfarë, pse dhe nga se vinë këto gjëra. Por ka një gjë që vërtet koha tregon që është mundësia dhe momenti, vërtet koha është mjaft, se juve jeni shumë të sinqert në ekonomi, jeni mjaft të sinqert në vazhdimsi, por koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe ky është momenti i dur, ky është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me anën ekonomike financiare, anën e biznesit, anën e karrierës dhe të ndryshimit të madh që do të keni, por gjithashtu mos u shqetësoni sepse koha është me juve dhe është mjaft pozitive dhe duket se është momenti i dur. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë miqtë e mi të dashur, ka të bëjnë me binjak, ka të bëjnë me virgjëresh, ka të bëjnë me dashte dhe diçit të tretë, por bashkim familjar dhe dokumentacione mund keni me dëmt dhe diçit të tretë, prandaj bini pas sepse është koha juaj dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që ka ndryshime dhe ndikime të mëdha që do të thotë shenja e britsjapit. Sa përket juve të kësaj shenje, duket se një nga periudhat më të mira të mundshme që juve keni dhe koha që ndikon në lidhje me anën e ekonomike, financiare, në lidhje me disa gjëra që keni pasur çështje problematike të lëna pezo dikur, por tani ka erdhur një moment që juve të rishikoni dhe një herë çështjet madhore dhe financiare, por sa i përket gjërave dhe takimeve që do të bëni, por është një moment tani që momentet, kohat, periudha
dhe ana ekonomike është e gjithë java, sepse lidhjen në këtë javë duket se është mjaft e mirë, prandaj bini pas për çështjet që ka të bëjnë me anën e biznesit edhe të çështjeve që ka të bëjnë me lidhje me disa ndryshime. Po këto janë ndryshime mjaft të mira dhe stabilizuese, megjithëse juve keni pasur edhe çështje pune, edhe çështje të ndryshme, por unë do të thosha që keni të bëni me ekonominë, sidomos me ekonominë, tani është momenti ideal për çështje biznesi, për çështje ndryshimesh, për çështje financiare, ekonomike, dhe është një moment mjaft i mirë dhe është mjaft stabilizues. Megjithatë, unë do t'ju thosha që bëni pa kujdes, mos mund nxitoni në ndryshimet që do të keni, sepse gjithmonë po ta marrin domethënë se si çështjet e Bricapit nisen, por edhe bëtisen në kohë për punën, për karrierën, për ndryshimet, për mundësitë, për favorizimet edhe gjërat e tjera, por duhen kohën e vet. Edhe pse nuk i mbyllni këtë javë, nuk ka problem. Vetëm ti merrni avash, ti merrni çdo gjë që filloni, mbylleni. Çdo gjë që nisni, bëtiseni. Mos e lini në mes, këtu është problemi, por vazhdimësia duket e mbarë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash të 10 diçit të parë, me ujor të 10 diçit të tretë që është perfektja dhe ka një ndikim shumë të mirë, tepër pozitiv në lidhje me takime pune, në lidhje me një ndryshim të madh që do të keni, dhe kjo do të thotë që është koha më e mirë e mundshme në lidhje me takime dhe bisedime, por gjithashtu është edhe një periudhë që do t'i keni mundësit për t'i zgjidhur problematikat e juaja, dhe kjo do të thotë nuk është diçka që është kaq problem, por është diçka që do të bisedoni në një ndarje që mund keni pasur miqtë e mi të shenjës së Bricapit, keni pasur me luantë dhe diçit të tretë, është koha më e mirë e mundshme, por gjithashtu ka të bëjë dhe me dash të mos është një mundësi mjaft e mirë që kjo do të thotë që zgjidhet një problem që keni pasur, zgjidhet një çështje që juve e keni lënë dhe pas dore për 1000 arsye, por unë ju them që është edhe koha tani, është momenti i duhur për sa i përket gjërave të mëdha në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me takimet dhe vendimet, por gjithashtu duket se është një periudhë tepër fantastike. Në anën tjetër, duket se një udhëtim që do bëni familjarisht, do shikoni, mund të keni një dokument që ky dokument mund të mos jetë ashtu siç e prisni ju. Prandaj keni kujdes, sepse gjërat do jenë në favorin tuaj, gjërat do keni mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme, për zgjidhur gjëra që do të keni për anën dhe pozicionimin e planeteve, sepse është një moment mjaft e mirë dhe në lidhje me kohën, lidhje me mundësitë, mundësitë të arta që do të keni, prandaj vjen dhe koha e duhur për sa i përket çështjeve madhore dhe çështjeve të dashurisë. Për dokumenta që juve keni Bricap gafore dhe me peshorët e diçit të dytë, mundoni që të rishikoni edhe një herë, mos lodheni pastaj për së dyti, sepse në aplikime ose një dokument që do të duhet dikur atje, është mirë që të jeni të përgatitur. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që një shenjë ajri ku do flitet shumë për punë të re, do flitet shumë për karrierë, që do thot ujori. Për sa përket ujorët të duket se zanafilla dhe mundësia janë shumë gjëra të mira që kanë bëjnë me karrierën, kanë bëjnë me disa ndryshime të mëdha që do të kenë tani e tutje, por gjërat janë mjaft pozitive dhe nuk e shoj që të keni probleme, nuk e besoj që juve mos t'ja dilni mban. Por do ja dilni mban që çka të duan të tjerët, sepse njerëzit mund të flasin sa të duan, por ka një diçka mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e bëshme. Koha ka treguar që juve dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku do të shkoni, kjo është baza juaj, dhe është një moment shumë i mirë miqtë e mi të shenjës së ujorit tani, ku do të shikoni gjërat të rregullohen dhe është rregullatori më i madh në lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin, lidhje me anën e karrierës, të biznesit dhe shumë gjëra të tjera që do të keni tani e tutje, por mos mu shqetësoni shumë, se më shqetësoni dhe kjo ju bën që thoni që çfarë po ndodh. Asgjë nuk ndodh, por keni mundësinë e mirë për stabilizime, keni mundësinë që gjërat të vinë siç dëshironi juve në kohën e duhur,
dhe në momentet që juve do shikoni dhe vetë për çështjet ekonomike financiare, për gjërat që do të keni dhe bisedimet që do të bëni. Megjithatë, është një moment tani, është një moment shumë i mbar në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe gjërave të tjera. Por megjithatë, unë do t'ju thosha që bëni pa kujdes tani në këtë periudhë, sepse shumë njerëz flasin për juve, por nuk është se ka një takim ose keni diçka që juve mund t'ju prishi punë. Duke pasur parasysh tani është dhe momenti më i mirë i mundshëm, sidomos në çështjet e biznesit, çështjet e karrierës, në çështjet e ndryshimit të madh që po vjen tani e tutje, e kështu me radhë. Prandaj është edhe koha që juve do të rishikoni gjërat në vazhdimsi, do rishikoni gjërat që të vinë gradualisht aty ku doni juve, prandaj është momenti dhe koha e duhur, sepse i keni të gjitha mundësitë për sa i përket anës pozitive të punës suaj, të karrierës suaj, të ekonomisë, dhe kjo është një gjë shumë e madhe për juve dhe të keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me çështjet e karrierës dhe të punës. Por në dashuri duket se ujor luan, ujor akrep është koha më ideale, kurse me dem të 10 ditë të parë dhe binjak të 10 ditë të tretë, për ju të palidhurit, keni një mundësi shumë të mirë që mund ta zgjidhni problemin tuaj, mund zgjidhni çështjet që ju keni të pazgjidhura, sepse kërkohen shumë ndryshime, shumë ndikime, të janë ndikime pozitive dhe jo problematike. Këtu a thot Jorgu me 1.000.000%, se dhe shikoni dhe vetë do më kujtoni, ku gjërat marrin një rrugtim të ri drejt së njohurës, jo të panjohurës, sepse me punën dhe me karrierën, me kontratat të rëndësishme që ju keni, është momenti juaj dhe është një periudhë që është mjaft solide dhe kjo bën që juve të jeni në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, dhe kjo është një periudhë fantastike ekonomike me vendime ndryshime të keni dhe kohën e duhur në çështjet e tjera. Prandaj mos mu shqetësoni. Vetëm një kujdes do të bëni, miqtë e mi, për juve që keni pasur një ndarje me Luan ose me shigjetarët e diçit të tretë, rishikojnë këtë gjë sepse nuk është në të mirën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat bëhen realitet. Dhe është realitet për punën edhe për një dashuri të munguar që është në rrugtimin më të mirë të mundshme. Priteni sepse dhe i gëzim familjar është gati. Kjo do thotë shenja e peshqeve. Përsa përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit kanë shanse shumë të mëdha në lidhje me familje. Marrim nga kjo e fundit. Marrim në lidhje me disa gjëra që do të ndryshojnë, do të ndikojnë në anën e karrierës dhe në lidhje me disa takime. Nuk diskutohet që është çështja më e mirë e mundshme dhe periudha që do të keni mjaft çështje pozitive dhe pozitivitet që do të thotë ekonomi, do të thotë stabilizim, do të thotë korrektësi në vazhdimsi. Por megjithatë, është një moment shumë i mirë dhe kjo do të thotë që vërtet tani keni kohën tuaj, keni momentin sepse gjërat janë në anën tuaj dhe keni peshqit gjithmonë shikojnë shumë lart, edhe pse me probleme, edhe pse kanë gjëra të ndryshme, mbajnë shumë, do thosha në brendësitë të tyre. Mund të thosha që është mirë që gjërat i thoni ashtu siç janë, sepse mbushen, shpërtheni pastaj dhe bëni ju fajtor, pa qenë fajtor. Por megjithatë, tani është një periudhë shumë e mirë, një gëzim në familje që do të keni, është një mund të lidhet me çështje fejesësh ose mund të lidhet me çështje martese, sepse është një moment i tillë, është një kohë shumë e përshtatshme ku do të ndryshojnë shumë gjëra tek juve, ku është një moment mjaft i mirë tani në këtë periudhë, por duket se keni periudhën tuaj, keni momentin tuaj dhe kjo do të thotë që është shumë ideale në takime pune, në biznese edhe në gjëra të tjera që do të diktojnë tani tutje, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar anën tuaj, sepse çështjet që kanë bëjë të 10 ditë të parë dhe të 10 ditë të tretë të shenjës së peshqeve është një mundësi shumë e mirë, sepse stabilizimi dhe konkretizimi i lidhjeve, i problematikave, themi neve, por kjo nuk do të thotë që është problem, por është mjaft stabilizuese dhe çështjet konkrete marrin zgjidhje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat
kanë të bëjnë shumë me shigjetar të 10 diqit të parë, me gafore të 10 diqit të tretë, me virgjëresh të 10 diqit të dytë, me virgjëresh të 10 diqit të dytë sidomos, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse duke pasur parasysh rritjen dhe zhvazhdimsinë ekonomike financiare, momenti dhe koha për zgjidhje të çdo lloji problematikeve që mund keni, është një moment që për juve është një ndikim shumë i madh, favorit financiar, por në krahun tjetër keni edhe disa mundësi shumë të mira për stabilizimin e jetës suaj, për stabilizimin e punës të karrierës suaj, kur gjërat janë në anën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse shumë gjëra mund të diskutohen, shumë gjëra mund të rregullohen dhe mund të arrihet ajo që juve keni dhe bëni, por në anën tjetër jeni mjaft të ndikuar në çështjet që lidhen me punën aktuale, lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por në anën tjetër, mirë është të 30 diqet të fushës e dashurisë jeni pak fajtor për këtu, sepse peshk, pinjak, peshk shigjetar është një mundësi shumë e mirë, por në anën tjetër keni të bëni shumë dhe me peshk akrep të 10 diqit të tretë, ko është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur çështjet problematike, por gjithashtu, edhe pse juve jeni në dilema për sa i përket punës, por unë do të thosha që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me çështjet që keni, në lidhje me vendimet që do të merrni, por koha ka treguar që është momenti tani bini pas, sepse do e shikoni, do më kujtoni që ka diçka shumë të madhe në anën e financave dhe në lidhje me biznesin ose me çështje të tilla. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi të dashur për sa përket pikërisht kësaj jave nga data 17 deri në datën 23 nëntor të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë në rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që kanë bëjnë me paketa të ndryshme, ajo që ku juve ju e shikoni si paketë dhe mund të abonoheni dhe mund të merrni paketën që ju intereson, sidomos kanë filluar abonimet për sa përket agjentës astrologjike vjetore me për 365 parashikime të detajuara i keni atje dhe si mund ta bëni tuaj duke u abonuar dhe duke dhënë dhe emailin tuaj, sepse parashikimi do të vi në email, në agjendën tuaj do ta merrni në email dhe ta keni atje, të lexoni dhe ku ndikoheni dhe ku nuk ndikoheni, pra i keni të gjitha aty dhe do të shikoni që të organizoni sa më mirë punën tuaj, karrierën tuaj, dashurinë, kohën e përshtatshme që mund të keni një fejes, mund të keni një shkëmbim unazash apo një martesë. I keni të gjitha aty, të detajuara personalisht, jo në bazë të shenjës, por në bazë të datës së lindjes. Pra, i keni agjentën vjetore, për herë të parë do të merrni vetëm këtu tek astrologo.al. Për ju që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë duke klikuar tek butoni atje, duke ndjekur hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nëse dëshironi parashikime momentale në gjëra që doni të dini të bëni, atëherë kemi membership. Duke u bërë në membership mund të shkruani gjëra që juve ju interesojnë diçka dhe mund ta merrni të parë dhe mund të merrni përgjigjen në kohën që juve e shkruani mesazhin dhe merrni përgjigjen direkt më shpejt se të tjerët, merrni videot më shpejt se të tjerët e kështu me radhë, sepse është privat dhe jo në përgjithësi. Nga unë Juri Pulla, ju uroj një ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mira.